Po, mora vesh se keni shumë problem këtë pyetje dhe unë do ta jap këtë përgjigje. Tashi, zoti Agasi, siç e kam bërë dhe me dje, me informacionin që kam nga familja, nuk ndodhe në Shqipëri. Por nisu nga kjo situatë, e cila është një praktik që mbaset opinioni dhe ngrihen akuza që janë absurditete që ta akuzosh një person i paveshur me pushtet për veprimtaritë pushtetit si janë shkelja bazisë të shtetase në tender, apo heqja e palishme e lirisë të një personi për shkak të mos pjesëmarrjes në tendera, në një kohë që zoti Agasi nuk ka asnjë aktivitet dhe asnjë lidhje me tendrat në Aksh. Duke ardhur tek përgjigja e pyetjes tuaj, ju bëjmë dije se zoti Agasi i ka mbaruar punët e veta, por në këtë terren vetëm po të jetë një njeri që do që të ardhin qesin në det, mund të vinë të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar Kastile dhe duke ngritur akuza të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të kushtetuese dhe procedurale. Prandaj, megjithatë është vendimi i tij për të ardhur apo për të mos ardhur, për të paraqitur, por në kushtet që nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë material për akuzat që i ngrihet, vetëm po të jetë i çmendur të vitë paraqitet.